Turku 39 vjeçar Halil Uçar, i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e së hënës në një lokal në zonën e Saukut të Vjetër në Tiranë nga një bashkëkombës, nuk është treguar bashkëpunues me policinë. I marrë në pyetje nga hetuesit, ai ka pretenduar se nuk e njeh autorin e ngjarjes dhe se nuk ka asnjë konflikt me të. Policia ka zbardhur të plot dinamikën e plagosjes, teksa autori dhe i plagosuri kanë qenë në tavolina të ndara në kate të ndryshme. Autori pa identifikuar me emër, po ashtu shtetas turk, pasi ka konsumuar darkën në katin e parë, është ngjitur në katin e dytë dhe ka qelluar drejt Uçar, duke e plagosur me një plumë në shpatull. Pas ngjarjes ajo u largua me shpejtësi prej andej. Policia ka mundur të sigurojë disa foto përmes kamerave të sigurisë dhe po përpiqet të krijojë një identikit të plotë të tij për ta identifikuar. Në vendngjarje dhe te tavolina ku ka konsumuar darkën, janë përftuar materiale gjenetike të plota për identifikimin e tij. Përmes Interpolit po ashtu po punohet me autoritetet turke për të sqaruar jo vetëm identifikimin, por edhe problemet që mund të kenë pasur më herët. Kjo për shkak se nuk përjashtohet mundësia e ndonjë hakmarrje të mundshme për konflikte të tyre në Turqi. Ndërkaq që autori ka tentuar disa herë të qellonte ndaj 39 vjeçarit, por vetëm një plumbë është krepur pasi është bllokuar pistoleta.